Tregohet për një pronar të një ëmbëltoreje, thot çdo herë në fund të muajit i kam dërguar pronarit tim në fillim që më ka mësuar të i bëj ëmbëlsirat, i çoj ka një rrogë si shenjë respekti edhe falënderimi dhe mirënjohje që më ka mësuar këtë zanat. Elhamdulillah, shumica e njerëzve dinë të respektojmë tjerët, kemi nder ndaj tjerëve, por ka njerëz jo një rrogë, por as një falënderim, por jo ta thirrje në telefon, por kur takohen ata di, ai e kthen kokën dhe nuk dëshiron që ta përshëndese personin i cili ja ka mësuar një zanat ose një gjë. E kjo nuk është nga kultura islame, të nderuar besimtarë. Tregohet për një pronar të një ëmbëltoreje, thot çdo herë në fund të muajit i kam dërguar pronarit tim në fillim që më ka mësuar të i bëj ëmbëlsirat, i çoj ka një rrogë si shenjë respekti edhe falënderimi dhe mirënjohje që më ka mësuar këtë zanat. Elhamdulillah, shumica e njerëzve dinë të respektojmë tjerët, kemi nder ndaj tjerëve, por ka njerëz jo një rrogë, por as një falënderim, por jo ta thirrje në telefon, por kur takohen ata di, ai e kthen kokën dhe nuk dëshiron që ta përshëndese personin i cili ja ka mësuar një zanat ose një gjë. E kjo nuk është nga kultura islame, të nderuar besimtarë.